Komunat veriore të vendit të udhëhequra nga lista serbe ditë më parë kanë hedhur në votim idenë për të tërhequr nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Për vendimet e marra në sinkron nga udhëheqësit e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, Ministria e Pushtetit Lokal nënvizon se janë të jashtëligjshme. Vendimet e marra mbi pikat e propozuara në këtë mënyrë konsiderohen të kundërligjshme dhe vënë në pikpyetje ligjshmërinë e tyre. Për te aspektit procedural, lista serbe po dëshmon synimin për të nxitur ndasi dhe tensione ndërmjet komuniteteve. Ligji për veçeverisjen lokale nënvizon Krasniqi parashese që vetëm asambleistët mund të kërkojnë shtimin e pikave në rendin e ditës dhe vetëm për çështje urgjente, ndërsa kjo e drejtë nuk i takon kryetarit të komunës. E asambleistët shqiptar të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut e kanë kundërshtuar këtë vendim, duke nënvizuar se si komunë e kanë vendin në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës. Kryetari i komunës, do të thënë ka parashtruar një kërkesë për daljen e komunës sonë nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, gjë që ka bërë shkelje të ligjit dhe çdo rregullore të Kuvendit Komunal. Me këtë rast është shkel Kushtetuta e Republikës së Kosovës, është shkelur ligji për veçeverisje lokale. Ky vendim do të kthehet në pikën 0. Sa i përket vendimit, ky është vetëm një vendim, nuk do thotë nuk është ende në fuqi. Çdo vendim që mirret në Kuvendin Komunal shkon në interpretim në ministri dhe roli jonë do thotë edhe roli tyre është thjesht që mund ta marrim një vendim, po ai vendim do të shkon në interpretim në instanca tjera. Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka nënvizuar se nuk do ta shqyrtojë këtë vendim në kuvendin e saj të ardhshëm, duke vënë në pas se tani procesi do të administrohet nga Ministria e Pushtetit Lokal. 4 komunat me shumicë serbe janë udhëhequr nga kryetar shqiptar në periudhën midis majit të vitit 2023 dhe tetor 2025, ndërsa antarësimi i tyre në Asociacionin e Komunave të Kosovës është bërë gjatë kësaj periudhe kohore. Autoritetet qendrore paralajmërojnë se respektimi i procedurave ligjore është kusht për funksionimin demokratik të pushtetit lokal, ndërsa çështja pritet të trajtohet nga institucionet gjetse.